Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sufjan al-Thauriu rahimahullahu ta'ala thoshte, nevojat tuja që i ke, ngriti tek ai, adresoja atij që s'ka asnjë problem të madh para ti. Këtë që ka nevojë njeriu në jetën e tij, duhet t'ja dërgon, t'ja adreson, t'i ngrit tek Allahu Dhul Xhelal. Pa marrë parasysh sa të duket problemi jot që është i madh. Vështirësia jote e pasgjithshme, problemet tuja pa rrugdalje. Adresoja Allahut subhanahu wa taala, kërko prej tij vazhdimisht ndihmë, përkrahje, zgjidhje, rrugdalje. Atë do e gjesh. Normalisht para se ta kërkosh nga Allahu Dhul Xhelal, shtoje devotshmërinë tënde ndaj tij. Sepse Allahu i Madhëshëm thot: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kushdo që ka frikë Allahun, Allahu atij ka për t'i dhënë zgjidhje. Andaj nevoja tuja ndoshta të ngulfatin, ndoshta të lodhin, ndoshta duken të pasgjithshme. Ama ku e kërkon ndihmën e Allahut dhe përkrahjen e tij, aty e gjen inshallah taala edhe zgjidhjen, edhe rrugdaljen, edhe kalimin e kësaj spove. Kështu që lidhe zemrën për Allahun, kërkoj ndihmën e tij, kërkoj përkrahjen e tij, do e gjesh me lejen e Allahut Dhul Xhelal zgjidhjen, përkrahjen, rrugdaljen, edhe nuk do ketë më probleme për ty. Allahu i Madhëshëm na vë për atyre besimtarve që vazhdimisht e lidhen zemrën e tij për Allahun Dhul Xhelal dhe këtë çka u ndodh në jetë prej tij e kërkojnë zgjidhjen për to. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.